Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast. Përshëndetje, kudo që na shikonin. Ish-garuesi për deputet i Kuvendit të Kosovës, Qendrim Kryeziu, ka denoncuar pa rreshtur këtë ditë skandalet sipas tij, të cilat po i fut në tepit qeveria Kurti, autoriteti qendror i prokurimit të shtetit në këtë kohë të krizës globale të shtrëtimit të çmimeve të derivateve të naftës. Sipas Kryeziut, AQP nuk bëri publike për muajin mars dhe prill çmimet e blera të produkteve të naftës me cilat po shërbehet qeveria, siç ka thënë Kryeziu, me xhipat e zi, e që nuk po i ndal fare. Përsa kohë që bujqit dhe qytetarët sipas tij po detyrohen të paguajnë naftën për gati 40 cent më shumë se sa vetë qeveria që po furnizohet nga sipas tij oligarkët që dikur i quante zoti Kurti. Dhe për temen më komplekse të auditimit të qeverisë së Kosovës për vitin me radhë, që sipas tij nxjerr në pa skandale të keq menaxhimit të paras publike. Kryeziu, faleminderit për kohën. Faleminderit edhe ju për ftesën. Temën që keni insistuar vazhdimisht ta trajtoni dhe denonconi si skandal publik ka të bëjë me naftën. Përsa kohë që në Iran atje po vjen ende situata e një janë pushimet pa qëndrueshëm, por që çmimet e derivateve të naftës në gjithë botën kanë çnuar rritje në Kosovë, po ashtu. Këtë thënë se gati për 40 cent qytetarët dhe bujqit po e paguajnë naftën më lirë, derisa qeveria është furnizu me çmime gati 40 cent më lirë. Ktu është një gjë e vërtetë. Shpjegoje më thjesht. Po. Sepse qeveria merr tender mujor për shkak çmimit të bursës. Dhe nafti blehet në bursë. Dhe atë çmim që ka blehet qeveria do të thotë pas insistimit të jashtëzakonshëm, sepse çmimet në bursë nuk kanë qenë ato që ne kanë shit naftin. Kanë qenë gjithmonë ndryshe. Dhe duke i pa ato, na kemi insistuar në çmimet dhe kontratat që blen qeveria, sepse çmimi tavan është edhe për neve dhe për qeverinë njëjtë, dhe furnizohet në njëjtën pumpë. Dhe na i ka interesuar se apo e blen çmimin e njëjtë që i kemi blen na. Dhe aty ka dalë që realiteti nuk korrespondon. Kur i ke marrë çmimet se sa po i blen qeveria, eksakt, çmimi ka dalë 90 cent për litër. Duke e shtuar akcizën 36 cent dhe TVSH-n 22 cent e gjys, i ka dalë çmimi për litër me gjithë çmimin tavan 12 cent, në herë 47 cent. Çmimi tavan 12 cent, në herë 59 cent. As çka ndodhet që i ka bler qeveria vet. Ne e kemi faktuar me dokumentat të cilat këtu i kam edhe do gjona të tjera. AQP, autoriteti qendror i prokurimit, nuk ishte transparent, majti të fshehura kontratat. Jashtë syve edhe nuk na jep. Pse mendoni se e bëri këtë? To e boni për mi mbulu marrit e ministrës Kusari dhe të kryeministrit, as gjë tjetër. Nuk e ka bërë para. Se quan marri? Se ata janë marrë vesh, është hajni. Si është hajni? Është hajni se ti je marrë vesh, për shembull këtu, është kjo letër që të tregon se çmimi është 0.86 cent për muajin mars. Me kusht këmbimit. Dhe për litër mesatar është 90 cent. Që këta kanë konfirmuar vet, është 90 cent për litër. Kur ja shtot taksat del çmimi që është në herë 95 cent. Marja fitimit është 12 cent. Të tregtarëve të naftës është saktu për shtetet 12 cent. Dhe këta kanë fituar thumë shumë. Dhe këta e kanë shit jashtë marzhës prapë. Se kjo që është saktuar është çmimi në herë 59 cent. Po. Është çmimi që është në herë 59 cent. Kush e ka caktuar këtë? Ministria e Tregtisë. Ministria e Tregtisë është me tender. Po. Prej OPC-s është në herë 59 cent e kanë bler ata. Por derisa ti të njëjtën pumpë e blen çmimin e njëjtë. Sigur na që shkojmë aty, këto është mashtrimi 40 cent litër, këta i kanë fituar edhe janë përgatitur për zgjedhje. S'ka se gjë tjetër. Si për mashtrim? Po jam mësuar me ble votat. Jam mësuar me ble votat. Shkojnë njerëz të shkret, njerëz të rëndëmt, tën vitin i marrin qafë, tën vitin i maltretojnë, tën vitin ja ushtrejtojnë sanët jashtë normave. Nuk funksionon asnjë rregullator, asnjë komision, nuk ka antar të komisionit. Anko ku dush nuk mundesh me kry punën. Unë veç uroj prokuroria, sikur në rastin e rrymës që kam denoncuar pare, që po vjedh në sasi dhe në cilësi, gjithashtu dhe në orar, në bazë të tarifave që e kemi evidentuar dhe uroj që edhe këta me fillu sa më shpejt, sepse edhe ne do të nisim edhe një padi, sa OPC-ja na ka dërguar vetëm për muajin mars dhe për muajin prill
S'na i ka dërgu të dhonat. Ma të Po regoj nuk është interesin e qeverisë të kryeministrit Kurti. Pse ka nevoj ai të vë barë qytetarëve, mbujqëve, që ata të blejnë naftën më shtrenjtë se sa furnizohet një makinë qeveritare. Po këta unë e kam thonë me 100 herë. E kam thonë me 100 herë. Po njerëzit nuk po nalin me analizu veprimet e tij dhe vetëm po shohin pa nevojë. Albin Kurti ka ardhur me realizu planin e Subrillovicit me shprazë Kosovën. Shtrejtimet që po bëhen nuk i shkojnë për shtatë asnjë qytetarit të Kosovës. Ai është duke u detyruar me dalë me lëshu Kosovën. Çdo ditë kem shprazje të Kosovës. Ai nuk ka ardhur me sjell politika të mirëqena. Ai ka caktuar çmimin tavan, shkon 40 cent shitet jashtë çmimit tavan. Do të thotë këtu ai nuk ka ardhur me bë pazar dhe me shprazë Kosovën, me shkatru çdo biznes. Asnjë biznes nuk kanë mujt me ngrit çmimet me një herë për mi arsyetuar të humbjet naftet. Një pjesë e kanë bë, po pjesa më e madhe jo. Pjesa më e madhe jo. Çka po kërkon nga Pagat nuk janë prokuroria? rrit. Pagat nuk janë rrit. Shpjegoj Qytetarit si është- dëmtohet për Kush ditë. fiton nga kjo rritje? Vetëm oligarkët e Albin Kurtit, as kush tjetër. Vetëm oligarkët që dikur i shohën tash i ka bërë shok. Del tallët me popullin thotë i kam 16 herë. Me 16 herë nuk mundet me jetu një familje sot. Me hongër me nxez drejt dorë në shtëpi. Nuk mundet me jetu, edhe me shku me marr marketet më të lira nuk mundet me jetu. Jeta një familje në Kosovë është minimumi 30 deri në 40 euro dita. Një familje 4 antarësh. Cili është interesi i një kryeministit? Edhe ai del tallët thotë i kam 16 herë deri në fund ditës. Edhe plus me 16 herë që shkon në Barcelonë. Ka shku si kryeministër. Ka shku si shpenzimet kush ja paguan, ai kreç si ka të pagume. Pas ka dekuni atja ja, e ka qit dorëna, e ka zgot dorëna, ama një kafe pa pare. Çem kryeministri i Kosovës. Cili është interesi i kryeministit ta Interesi- qytetarët Interesi në akuzën që aludua se është mjaft e rëndë. Të thuash që po qeverisë duke zbatu planin e Çubrillovicit për ta shprasur. nuk është marrë rënd, kjo është realitet. Akuzë është e rëndë. Nuk është akuzë, kjo është realitet. Kjo është realitet që shumë për ditë. Na dokumentat prej AQP-s si marrmi që litri i naftit në Kosovë duhet shitej 1,59 cent. Na ka ardhur fatura vetë prej autoritetit konkurrencës, që kemi kërkuar edhe të ta. Si ata janë një lloj autoriteti që rregullon çmimet edhe sheh konkurrencën. Kur vetë prej tyre vjen ty fatura 1,59 cent që ka ble. Dhe kur i merret cakton ti me marzhat fitimit, me të gjitha tarifat që ka caktuar qeveria, zonja Kusari, del çmimin që kanë mbledh ata vetëm me 1,59 cent. Qysh ka ndryshe kjo? Ti me marr vendim u shit 1,59 edhe ty në këtë pumpat e Kosovës me të shit çmimi 1,95. Qysh? A nuk është kjo realizim? Sa ka nxjerr nga Terezia kjo dhe koston finale të operimit të shërbimeve tuaja? Së cilës familje minimumi nëse ka shpenzuar në rezervuar naftë, nga 40 euro ja ka marrë. Së cilës familje. Nëse ka shpenzuar vetëm në rezervuar naftë për veturë, mesatarisht është 60 litra. Nga 40 euro ja ka marrë së cilës familje. Çka i thuti kësajna? Mrekulli e mirë? Apo hajni? S'është vetëm hajni është. Asnjë gjë tjetër. Edhe ato në koordinim dhe mirë koordinim me qeverinë. Që të cilësosje t'il duhet prokuroria. Unë i kam bo ftesë prokurorisë, tu i kam edhe kontratat, të cilat na kanë ardhur që i kam bu ata, edhe ftoj prokurorinë prap, më armi morë të letra nëse që kanë dhënë qeverisë se kena hek mi marë, se na kena marrë edhe intern më herët, po pas taj na kanë ardhën, zyrtarisht për tyre, sepse kur kam dalë me lajmëru, këta mund kanë ardhë informacionet që një litra e është duke është ardhë në Kosovë të 1,50 cent, 1,52 cent. Po na erdhi e sakt 1,59 cent. Dhe na e bleshim 1,90 cent, 1,95 cent. Ka pas vene që ka shku deri në 2,3 cent. Kjo është ma shumë se hajni. Është e mirë koordinume, po nuk është vetëm kjo problem. Kjo qeveri, kjo pushtet, se këto janë të naftit. Kam edhe një pyetje tjetër. Këto janë të naftit. Po kjo qeveri. Ke biseduar me ndryshëm ndje në terren. Ta zëm tashu se zoni i pleshëm, që zoni bujqve, që duhet të lavrojnë tokat e tyre për mbjelljet pranverore kështu me radhë. Nja 3 mesgjve. Po? Gjeja kom pagu shpenzimet e traktorit. Për me fillu ponimet, asë s'kam. Për zotën, gjeja kom pagu. Ponimet, ishte ditë e djel, dola i takova disa shok që dalë në shëtitje rregullisht,
Dje kom pagu se nuk kishin mundësi me pagu. Çka pagove? Naftin, me fillu punimet. Sa dha na ka shtrejtu shumë, nuk di tha qysh mja dal. Tha shtrejto aty, tha nuk po del llogaria. Nuk lihet toka po punu. Nuk i kena marrë tha subvencionet as ditit kalum. Nuk i kena marrë tha as subvencionet e dameve që na kanë bërë prej shiut. Dhe kryeministrit gjen kohë mja pagu turistat që shkojnë për pikë të qefit në Dubai, 500.000 euro, dhe 500.000 euro kanë qenë damet ekonomisë, që aty në bëgjët që rrinë, sakrifikojnë jetën, bojnë punën matron në Kosovë, me mbjell arat, me mbjell sanat dhe që ka pagu. Kjo është një diskurs, nuk jam me lanë qytetarët të tonë në jashtë venit, po kur ke gjetë ti me pagu 500.000 euro për ta, e ke lanë 500.000 euro për bëjq, që punojnë e prodhojnë dhe ta ushqenë këtë popullën e Kosovës, mos me rritë çmimet, kjo është shpendori. Kjo është shpendori. Nuk është kur farë matematike kjo. Nuk është kur farë menaxhimi. Kjo sipas jush? Kjo është qeverisje me shkatru ekonominë e venit, me shkatru këtë vend. Asi gjë tjetër. Po këtu nuk është të interesu askujt, asi gjë. Është bo normale. Është bo gjithçka normale. Është bo gjithçka normale. Këtu i kam disa dokumentat të cilat se na ato fol për 40 cent. Po këto dokumenta tregojnë një hajni shumë madhe që është duke ndodhur në vendin tonë dhe nuk është duke u marrë nga askush. Jem duke prit raportet finale që do të mbyllen deri në fund muajit të auditorëve, edhe auditorët të shtetit, ku do të bëjmë kërkesë në hapjen e tyre, sepse kem të drejtë me imi pa se çka ka ndodhur. Auditimi pasyra financiare të shpenzimeve paras publike të shtetit. Po. Ku jemi duke hy për vitin e kaluar apo për vitin e kaluar. Për vitin e kaluar. Po. Flitet që vetëm këto vitet e fundit është dikon dami rreth 5 miliardë euro. Është dami 5 miliardë euro. Mbi 2 miliardë është vetëm ndaj miku që ka arrit me evidentitu dhe me pa ato. Kështu që është informata e sigurt, është 100% e sakt për mbi 2 miliardë euro nuk mujnë me arsitu në asnjë mënyrë. Ky pushtet i ka vjedhur mbi 2 miliardë euro. Janë të ndera për shok, janë të ndera për jarani, për havera, për familjar, për doj, për tezë, 2 miliardë euro që nuk isha askund. Je i sigurt. Po i sigurt jem. Sepse për fjalën publike do të pasur përgjegjësi. Për fjalën publike na kena me kërku qasin e dokumentat publike. Dhe me shiku si kanë shkuat ato ndera, si kanë shkuat ato punë, ku janë met ato pare. 2 miliardë euro janë dhënë për 2 miliardë euro janë për dosta, të sigurt kjo, është të sigurt. Vetëm ke me kërku qasin edhe me pat ku janë ata dosta. Tash jem duke pritjen edhe 10 ditë deri kur të mbyllen të gjitha raportet e auditimit, është dita e fundit 30 prilli, që duhet të dorëzoj secila kompani dhe shtetet gjithashtu. Do të kërkojmë qasin ato raporte. Ka shumë shpërputhje sipas punëtorëve dhe stafit që punojnë të auditorët. Ka shumë shpërputhje, nuk mbyllen secila ministri, secili digastari i shtetit ka shpërputhje me të nderat që kanë dhënë. Janë këtë të nderat një burimor që kanë bërë këtë punë. Dhe dami nëse hi me këshir komplet të këtij pushtetit është për mbi 5 miliardë euro. Po vetëm këto të fundit janë 2 miliardë euro të sigurta 100% që janë komplet keqpërdorime. Dhe këto ne do t'i shpalosim gjatë ditëve në vjem, ku do të kem qasin në dokumentat e tyre të qeverisë, ku do t'i kërkojmë me i pa dhe me shiku. Edhe pas taj prapë ftojmë prokurorien që të njëjta dokumentat ti merr për bazë dhe të hyti hëllëmtaj. Po të njëjtës prokurori, zoti Kurti, kishte refuzuar të përgjigjet në cilësinë e dëshmitarit në rastin e aferave të lëndës në proces për aferën e rezervave shtetërore. Ajo është e vërtet, po na kena posë edhe për të njëjtës prokurori, kur edhe njerëzit që kanë hudhë Molotov i ka falë, bashkë me gjykatës. Edhe kjo është shumë keq për drejtësia në vend, sepse njerëzit fillojnë e marrin si të mirëqenë me bo krim. Sepse aty pastaj ti jep një standard të keq për vendin. Sa të thuash kujdo miku që të ndëgjon, ose jo miku, kur ta ndëgjon e shikon këtë intervistë, po e takove në Melio, në Melio, kur të shet që ju ngrini akuza se kjo qeveri shpërdoroi mbi 2 miliardë euro, në total mbi 5 miliardë euro para që këtë shpërdori. Për sa kohë që në 16 herë sa ishte
kursimi i kryeministrit Kurthi? Që për 16 euro kursimi e shtëpia 500.000 euro në Norvegji? Me çka e bleti ato 500.000 euro në Norvegji? Çfarë do t'i thuash këtij Me miku? çka e bleti ato 500.000 euro në Norvegji? A të beson ty dikush se me 16 euro mundesh me shty muajin? Kjo është tallja më e madhe që e ka bo. Mua dhe për rrym kur e kam publikuj pari, që është duke vjedh njësor, është duke vjedh në cilësi, është duke vjedh në sasi, është duke vjedh në tarifa, nuk më kam besu. Një pjesë. Po një pjesë më kam besu, edhe kanë morë, kanë shikuar, kanë vërtetu ato, edhe prokuroria, edhe ministria s'ka pas çare pa e pranu ato. Edhe këto të noftit, me një herë i lirun çmimet. Edhe këto që po e them, nuk e them sepse këtë fytyrë kam ndërtu që 26 vite me publikun. Nuk e humbi veten, nuk jam hy as për pagë në politikë, nuk jam hy as për një rrogë me marrë në politikë, nuk kam marrë kur një jetë ndërë edhe kur s'ko me marrë, se nuk kam nevojë, punoj për munin tam, punoj për familjen tam, punoj për rrethin tam. Po jam hy se kom pasur shok të minë një pjesë e madhe janë dalë për i vendit. Janë dalë për shkak të keqpërdorimeve që po i bën ky vend. Dhe unë i marr këto keqpërdorime me fakte dhe me bazë. Dhe s'ka nevojë askush me besu. Vetëm këto që po i kërkoj, që i kena marrë intern. Tash kam i kërku në mënyrë zyrtare. Përbëjnë skandal thu. Janë skandal që duhet vetë prokuroria me shku, me shiku edhe hiç ka nevojë me besu drejt, ata kanë drejt me shku me kërku këto dokumenta. Edhe me marrë me verifiku. Edhe krimet ekonomike këtu në Prishtinë, që janë krimet e rënda ekonomike. Edhe ata vetë duhet me pa këtë intervistë dhe me shku me verifiku ku janë këto skandale. Erdhën në pushtet për qeverisë me duar të E kem rrugën për Mitrovic, është përëru më shumë se 2-3 herë. Shikoni gjendjen si është sot. E kena rrugën të Urabadovcit pa asnjë kriter është lëshu. Rrugës për Gjelan. Asnjë kriter është lëshu. Nuk dihet a mban pesh as mban pesh. Janë punimet nga aty deri në kthesën për Novobërd. Asnjë asfalti është sigur flet e flijes. Është i holl. Do të më shku me verifiku. Është prish. Ende vijat e rrugës nuk i kanë shtru. Ende nuk është përëru ajo rrugë aty. Aja soldën e ka shtru, ka hec, parat janë marrë. 2 miliard euro po thu. Janë, po nuk po thomën janë fakte të shtetit. Me duhet Na të veç kemi prezentu. Jo operoni thoni me informata që keni. Me informata 100% të sakta që është mbi 2 miliard euro vjedhja dhe keqpërdorimet që janë bo. Është mbi 2 miliard euro. Kush fitoi nga ato sipas informata që keni? Komplet shok të Albinit, komplet rreth e Albinit, njerëz të këtij pushtetit. Ta komplet i mbeti varfër me ato. Jo mos ka mbet asaj varfër, ajo rran është 500.000 euro shtëpia në Norvegjia, po nuk e di edhe sa tjera i ka. Nuk ka shansa, në 16 euro ti bok brez, kafe son gjish dhe në fund mujt me gjysmë mujt, po kjo është tajgare. Gru s'ka, veç ose pas ka dashnora i bëjmaj ka me pare. Kështu thojnë Prishtinë. Gru nuk e ka këtu, qike nuk e ka këtu, çfarë shpenzime ka këtu? Ku janë ditë parët ai? Kurrën, në asnjë vend Prishtinë që të kërkush se le me pagu. Që është rran, asnjë politikan që të 99% nuk i loj me pagu. Veç kur dalim me familjet veta jashtë në një vend tjetër. Se jo Albinin një hiç se hiç. Nuk ka restorane që loj me pagu ato. Si po është politikën sot, lojën që po bën në krizën që jemi thujse aktualisht kanë mbetur 9 ditë që të zgjidhet presidenti. Shikoj, zgjedhjet janë të padiskutueshme. Zgjedhjet janë të padiskutueshme, që kemi shku sepse ajo vetë është duke shku, është duke përgatitur shtratin, pa ajo është duke përgatitur edhe falimentimin e kompanive në muajin qershor, sepse pagën e 13 për sektorin privat ai ka marrë nga fushata ime, që më ia dhon edhe sektorit privat me financim të qeverisë. Po kjo punë si është duke bo ai nuk bëhet kështu, sepse një pjesë e madhe e bizneseve nuk i kanë mundësit, përmbi 80% me dhonat pagë, e kanë mundësien nëse kishin apliku sistemin e punës të cilën e kam parashiku vetë që me marrë fillimisht sektori privat rrogën e 13, po jo në këtë mënyrë, që do duhet të ishin funksional të gjithë regulatorët e shtetit, që i rregullojnë ligjet, i rregullojnë çdo hyrje dalje të secilit. 21.1% vota mori. Po aja aty tenton tash prapë mi mbajt. Sepse planifikon mi mbajt atë pjesë. Mbi 200 milion euro si paku ndihme sociale për njerëz. Aja aty prapë planifikon mi mbajt. Edhe me mbajt atë pjesë. Po në uroj më këfjell sepse nuk është realiteti ky. Sepse ky... Çfarë është realiteti? Realiteti është se ky po i vjedh ato dhe po dën mjegull. Që thot një fjalë ujë popullore, ujë ku do mjegull që të haj. Edhe ky ka dëm mjegull me vjedh.
edhe asë një punë nuk përshjet që 7 vjetë. Ma gjeni një projekt madhër, nuk gjeni asë një, ku janë parët? Ta është i gjemë pa rregullsi mbi 2 miliardë euro që janë vjedhë. E pa deklarimin e pasurisë së politikanëve? Vetëm zoti Kurti doli i varfër. Jo mos doli i varfër 500.000 euro banesën në Oslo. Me numra, po thamë me Po me numra, gjys milioni banesa, i me rogë pas ka po gjys milioni banesën, a? Ma, leti hen, leti llogarit dikush. Që sa vjetë të kryeministër, merë një digitron, një kalkulator, shumë thjesht. Kalkuloja pagën e tijara, kalkuloja me didjet, pyet edhe sa ka rrogën gruaja tina. Nëse mundet me poparët me ble qatë banes 500.000 euro, kom ja ble edhe në një. Me rrogë. Gjithmonë po vlasme me rrogë. Sa ka rrogën, ai 2.000 euro. 12 muj, 48.000 euro. 5 vjetë në pushtet, bojnë 220.000 euro. A ka hongra kabina i sen. Edhe gruaja tina rrogën qas prapë zbojnë 500.000 euro. Në analizën e mikut tonë të përbashkët, analistit të njohur Afrin Kasolli, del si pas zotit Kasolli që përsa kohë që Kurti qeverisi me Kosovën, gjithë ato të mira materiale i dedikoj për forcimin e partisë së tij, jo të vetës së tij. Dërsa opozita të mirat materiale i ja dedikoj vetës dhe jo partive të tyre. Qëndron kjo sipas jush? Thënë drejtën dhe realitetin mundet me qëndru. Kurti e forcoi vetëvendosjen, E ka forcu edhe vetëvendosjen, e ndryshme, e ka forcu forcuan veten e tyre dhe jo partitë e tyre. partit, nuk e kanë forcu veten e tyre, Të tjerët, të tjerat në partit, PDK, Në LDK, PDK, AAK, në PDK, ata që mbajtën pozita forcuan kapitalin personal, po jo jo partitë. këtu nuk qëndran, kjo që kanë forcu veten ata, asnjë në partinë duke nisë Partinë Demokratike, sepse gjetën një personalisht edhe disa punojnë, bile jam gëzu që u bo kjo byroja për konfiskimin e pasurisë, edhe kërkoj për asoj byroje që është edhe jashtëligjshme, që është mbi institucionet e shtetit, po pavarësisht e ka kërku zotri Kurti ato që sa kërkoj me fillu prej secilit kandidat Partisë Demokratike punën. Kërkoj me fillu prej gjithë secilit. Edhe me bo mëra një PDK, një vetëvendosje. Kush prodhon lajme sot në Kosovë? Kush prodhon lajme? Për ju si Ai biznes. që rranë mas shumë ti. Ai prodhon lajme. Ai nuk i tregon realitetin asë një herët vërtet me fakte, qysh e kemë shku na personalisht me himi marë prej dokumentave, prej arkivave të shtetit, se qysh janë argumentu se cili gjë. Kush vendos sot politikisht për Kosovën? Figura kryesore? Nuk ka një farë figura kryesore për momentin. S'është zoti Kurti? Jo, nuk është zotri Kurti, Si s'është? sepse ai ishte me një duet me Vjosa Osmanin, edhe ka ndryshu, njerëzit kanë pas shumë shpresë të ta, që ka me ndryshu gjithë shka, po kur e pas që edhe me Vjosën u presh, ka ndryshu edhe pomja. Cili është mësimi që morët deri tash nga politika? Ke një orë me herët para se me qenë i përfshirë të tuaj se Nga të gjithë politika, andeje, këndeje, asaj partije, kësaj partije, por ma thuj cilin mësim e more kur hyre brenda. do ta lëm për tjetër herë. Në rregull. Të falenderoj. Do ta lëm për tjetër herë, sepse është një gjë e re. Betejë e pasur me intriga, me prapaskena, Prapaskenat, të pathona. prapaskenat janë shumë të mëdhaja, por unë gjithmonë jam mësuar me tregu realitetin, me thonë realitetin, me thonë Backstage. gjithmonë vetëm të vërtetën, edhe nga njëherë e vërteta nuk është i pëlqen gjithëve, ju djeg, ju dhem, edhe kështu që unë do të rrijaj qëndrim që jam, do të jam ai qërqiz, që nuk do të shitem, as nuk do të blehem, do të them gjithmonë realitetin, sepse për mu nuk kanë rëndësi parët, ka rëndësi mirëqenia se cilit qytetarë në Kosovë, ka rëndësi që gjithë qytetarët e Kosovës të jetojnë të lumtur dhe të lirë në këtë vend, sepse është derdhë jashtëzakonisht shumë gjak, mu rikthy kjo nga Gjergj Kastrioti deri tek themelimi i ushtrisë lirëtare kanë kalu mbi 600 vjet. Dhe mbi 600 vjet është derdhë gjak që me qenë në të lirë. Nëse cilën familje na kemë dëshmorë nëse him në këto 600 vite. Dhe sot mi përbuz këtë liri, me përbuz këtë të drejt me jetu i lirë dhe i pasër është krim, mbi krimin e familjes, mbi krimin e gjakut familjes. Është diçka që nuk falet. Unë e di se plot po thojnë,
Po përmeni lufta, po mos kishte qenë kjo luftë, ne s'kishim full Shqip. Ne ma shumë se 50-60% Greqisë i kemë shqiptarë. Shqiptarë ortodoks, shqiptarë musliman, të cilët e kanë rru gjuhën për me mbjetu një realitetit. Po shto që po flet me idealizëm. E kemë Maqedonien, mbi 80% që është shqiptare. Shini sot idealizëm politik? Nuk sha. Po flet me idealizëm. Nuk po flas me idealizëm, unë po e flas ato... Idealizm mund tjetë, nëse thu nuk e kam për pak, nuk e bëj për atë, nuk e bëj për të, e bëj për pen, për minbajt historisë, për kapital të gjatë historik. Unë i bëj për me rujt gjakun e familjes, që është derdh, e bëj për me rikthy ato troje që i kem humbë, me mujt një afru, me rikthy njerëzën gjenezën e vetë, sepse për ditë për na dalin familjarë jashtë venit. Dhe si familjarët e mi, mbi 90% që jenë jashtë, mbi 90%. 95% ndoshta që i kam jashtë. Asë një nuk jënë këthymo. Një pjesë të madhe tyneve ka që nuk e kena po nashta që 2 ose 3 vjetë, që nuk vinë fare. Dhe nuk interesohen fare. Të dhem kjo. Po të dhem, qysh nuk dhem. Dhem sa ta nesër bëm vaki kanë me ndru edhe martesën. S'kanë me bëmë me shqiptarë, djemë të tyne. Qëfar do të thuash? A ka ma krim, ma tronë, ma të madhë, se nesër me të martu me një anglezë ose me një ndikën tjetër. Me ta hup edhe farën shqiptare. Pse? Se s'po i prodhojna për mirë qenja aty në më arme jetu këtu. S'po i prodhojna siguri, s'po i prodhojna një letësim më arme jetu këtu. Do të qërtonin base mërgjimtare që dhanë votën masovike për Zotin Kurti. Për këto fjalë që po thu. Pse? Do të qërtonin base mërgjimtare vetë ata për cilët po flet. Po letëm qërtojnë mas pari për familjes tamë nëse po rrejt diçka. Letëm qërtojnë, po kjo është realiteti. Unë që 3 vjetë nuk i kom po familjarët e mi. Edhe kur shkanë mi po, për shambull, jenë gjendjet me i rushme. Qeverisja Kurtit po shkarkon, po shpras Kosovën. Qeverisja Kurtit është duke na i rritë mërgatën. Vetëm qeverisjen e Kurtit kanë dalë mi 400.000 banor. Edhe kanë dalë me njëherë. Si do të përgjigjesh mërgjimtarëve? Se cili ata që jënë dalë... Masovikisht Zotin Kurti, pra. Ata që jënë dalë, ta është një pjesë e madhe, e kanë endat atë dashurin time. Dëshirojnë me pos grunë shqiptare. Kërkojnë me marrë edhe nga i gocë 3 prej Kosovës. Mënyrë automatike edhe një pjesë e madhe 100.000 banor, gjeni femërore kanë me shku jashtë. Ty në start, kretat mundin. Për ironi, i duon Kosovës 2 kryeministra, një kryeministër për Merkatën dhe një për Kosovën? Unë gjatë fushatës... Se keni sjellur ju politikanët situatën deri në këtë pikë me gjatë, fragmentarizohet shoqëria. Nëse dojnë shqiptarët... Nuk e kemi, por për them me shpërfilë, me ironikë. Nëse dojnë shqiptarët, që t'jem pjesë e parlamentit, ma dhajnë votën, nuk do të ketë Kosova fare nevoj, Kosova, për 2 kryeministra, as për ironi, po për realitet që do t'a ketë ministrin e diasporës, të rregullt, sepse unë vetë financiarisht i kam bajt gjithmonë aktivitetet kombëtare, dhe gjithmonë i kam ushqy vetëm për një arsye, që të mos harrojmë gjakun e derdhën për këtë liri. Me cilin ministër do të pije me qejf kafe të qeverisë Zotit Kurti? Ministrata? Me cilin do të ndaje pak minuta kohë nga kalendarit? Mandin Hotin. Me asnjë tjetër? Me zonin Kusari, për shembull, për t'i pashkollar? Jo, ma ato nuk asnjëherë. Po çfarë do të Ma ndinin, vetëm i thonë... Po ta takoje Zotin Kurti në shesh, ose kudo tjetër, çfarë do t'i thoje? Kurti ta përshëndesje? Po më përshëndes Kurtin, pse mos më përshëndet ai nga në kalut më shku në takim çdi sa herë, i kom shku me çik xore deri në funit, e pastaj më taku prap pas zgjedhjeve me to me një restoran. Jena përshëndet. Nuk është e përshëndeti pari apo ai të përshëndet? Jo, erë në tavolinë përshëndetje. Po bëhesh gati për një proces të jashtëzakonshëm që mund t'i ndodhë Kosovës, ende nuk jetë. Jo, është ditë në kjo, se kjo është lojë politike e LDK-s dhe vendosjes që mos ta bëjnë asnjëna viktimen, jo sherrëm sherrët, sepse Partia Demokratike e është deklaruar me fillim që nuk do të jenë pjesë e këtij. Kështu që negociatat do të marrin vetëm me LDK-n që mos ta bëjnë unë jo foj jam, zgjedhjet janë të padiskutueshme. Unë kam thënë këto
që zgjedhjet maksimumi do t'jenë në muajin gusht, nuk do t'jenë tash, sepse është bërë matematikë edhe Vjosa Osmanit që Partia Demokratike të mos të ketë antarin e KQZ-s, se zgjedhjet i meratën KQZ-ja, dhe te KQZ-n e ke jashtë funksionit tani, sepse duhet edhe një antar. Kështu që fillimisht duhet mu kompletu bordi KQZ-s, që i merr tash edhe një 30 ditë kohë. Për mbledhje. Për mbledhje që i bjen. Kosova po bën zgjedhje në një klim ku diskutimi, shqetësimi publik sipas jush ka të bëj me abuzimin masovik të paras publike, të atyre miliardave. Gjë për cilën prokuroria do duhet të aktivizojë. Prokuroria edhe mu aktivizu kur vjedhen pare, është problem. Se? Është problem. Atë pun ka. Atë pun ka, po nuk e kena krejt Petret Kryezia. Unë uroj me pos, ma shumë djemë që kur Petret Kryezia në Prizren, edhe uroj me pos sigur aksioni djeshit që ndodhe më shumë, arrestime si për Bigjos, sepse unë për Bigjos kam qenë gjithmonë kundër, kam qenë gjithmonë kundër lojrave të fatit, kam qenë gjithmonë kundër, jam deklaru se një pjesë po thojnë pëse s'ke bo postime ma herët. Po le t'hindet i shojnë postimet e mija dhe reagimet e ma hershme. Komplet to kritikat që po jap tash i kam thonë edhe atëherë kur kanë qenë për më dhonë, për së cilën gjo. Sepse kam qenë gjithmonë dhe jam gjithmonë për një Kosovë të pavarur, një Kosovë ku mund të jetojë secili qytetar i Kosovës, pavarësisht bindjes tina. Pavarësisht bindjes tina, sepse vota është besim. Dhe nëse ti ja kërkon besimin atij dhe i thu ma jep votën se kam ta kryej një punë dhe pastaj s'punësh me ja kryej atë punë, kjo të sjell me ndryshu mendimin ty për lidert edhe për partinë. A shini realitet depresiv të njerëz? Depresioni është në kulm në vendin tonë. Depresim pikpamje të një mollisje, ta them një. Po jo një mollisje, po një skepticizmi. Jo skepticizëm, po që dita nesër me. Po këto depresioni është në kulm dhe siguria është dhe pasiguria është në kulm. Se ti zgjohesh çdo ditë me mëngjes nethe që je duke shkel në therra, je duke shkel në gozhda. Çdo mëngjes që ngritesh në Kosovë, realiteti nuk korrespondon me jetën normale. Se nuk e din akoma të shtrejtu nafti, se i teket qeverisjes Mimoza Kusarit dhe Albin Kurtit, më marrë vesh më oligarkët me ta shtrejtu për 40 cent dhe ato ta shtrejton zyrtarisht. Me uqu më marrë vesh me kompanit për 3 lirë, me nxjerë kompanit me 3 lirë, me të shtrejtu çmimet automatik. Gjatë të muaj kanë më shtrejtu tash edhe 21% për krejt qytetarët e Kosovës. Ti ndoshta ke marrë një kredi si qytetari i Kosovës para 5 vjetë, për 10 vjetë, po ti si ke bo mend që ka me dalë vetë kryeministri me të shtrejtu sanët, me politikat e tij. Çfarë siguri eshe? Qysh mos me ron depresion? Kur ti e ke marrë kredi para 10 vjetë për një mirëqenie të familjes tonë. Qysh po don tash sot? Zgjidhja është? Po zgjidhjen e vetme kanë pjesa më e madhe, pastaj po kanë me dal jashtë. Zgjidhja është që jo politikisht jeni alternativë. Po zgjidhjen se nuk po e çoni mesazhin e fortë të njerëz si subjekte politike. Na jem duke gatshëm të qeverisni. Na jem duke çu mesazhin shumë qartë, edhe të gatshëm politik, na jem duke treguar se këto vjedhjet që janë bën nuk janë bën në asnjë vend botës, as në historitë e njerëzimit. Mu vjedh ka shumë mos me pas punime edhe me fitu prapë 51% kjo është e pa imagjinueshme. Ne dihet sa kem pas buxhet si parti, dihet sa kam punu kjo parti, ka qenë shtatformuese rregullisht, edhe është akuzu për vjedhje, po erdh qeveria edhe qeveria shpresës kishte më largu ato vjedhje, edhe më arrestu ata që kanë vjedh, kanë arrestoj. Ku gjet vjedhje? Kush u arrestu për vjedhje? Askush. Ndjelli frikë, ndjelli urrëtitjen mes vete, deri ajo urrëtitje kam rritë ndoshta sot që shumë let mund shkojmë vllavrasje. Se shoh komentet nga më negative të mundshmet, mes kushërive, mes shokëve, mes gjithë shkafit. Edhe ka pru ndoshta kjo byroja. Po byroja vetë e tha që nuk ka drejt me konfisku, prapë është gjykata. Edhe para byrojes për ka qenë gjykata ajo, po këta nuk i kanë qenë asnjë fakt se s'kan pas fakt, për me dalë me konfisku pasurinë
as Samilo Shtokit që kanë akuzuar më shumë, as mezve tjerë, ai me mujt me buë dhe një politikan sikur Adem Grabovci. Me mujt me buë dhe një politikan. Këta nuk kanë me mujt me buë kur. Ja akuzum për hajnë, për miliona, për gjana, u që dha dorëheqje, tha urdhani merri me mu. Po ja dorëheqje dhe po largona, që ju jeni të lirë, mos keni pengesa, as institucionale, as asnjë gjë. Çka u bë me ta? Vazhdon jetë i lirë, i qetë. Sepse nuk mujten me gjetë asnjë gjë. E po që vetëm rana Si mashtrime. është sot dhe fundit pyetja të jesh biznesmen në Kosovë? Është shumë e vështirë. Është shumë e vështirë. Është problem me rregullimin e stafit, është problem edhe stafi me jetu në Kosovë, është shumë e vështirë. Ka shumë krizat, marramenca të mëdha, si për vetë stafin, si për vetë kompanien. Shtrejtimet e naftit, për shembull, na kanë qenë këtë muj me mjera dëm, me mjera vjedhje, na si kemi ngritë çmimet, stafet ju kanë ngritë çmimet, është e dhëmshme se nuk e kam nxjerrë mja dhon, mja mbulua të humbje. Është shumë e rënë, jo vetëm për stafin tëm, por për krejt popullin tëm. Është shumë e rënë. Është shumë e dhëmshme kjo, se në dorë kam faktet që kanë vjedh. Në dorë kam faktet që kanë vjedh naft, o vëlla kanë vjedh naft. Ja kanë shtrejtu jetën, ja kanë vjedh se cilës familje në Kosovë një rezervuar naft ka 40 euro. Qysh po preti me jeture? Që ato ju kanë shtrejtu me buk direkt, ju kanë shtrejtu me gjona ushqimore në market direkt. Me njëherë ju kanë shtrejtuan. Me në gjyspresin më shtrejtu më resmimet. Marketet ushqimore, që më varën direkt, ata direkt nga vishë të arrit çmimin me njëherë. Së merë ma shtrejt edhe të arrit. Qka du me bodi? Ti nuk po më në shkret rrugat çdo gjë, për shembull çdo shërbim me shtrejtu me njëherë. Që po pret, ka me jetu mirë po vëlla? Edhe presin pastaj o jep një lemush, thotë që ta bona një pako financiare, edhe dalin thoi një pjesë, veç Albini na ka thonë, e sot i vjedhi. Veç dalën me në sot i vjedhi. Askush nuk pyet përfitimin e të vëshës situme që sa ku po shkon, kur janë rrit vlera tash. Se s'ke marrë të vëshës, se ke marrë tash, sa ke marrë më herët. Komplet këto Dhe për fund me 2-3 fjali thuma, gjithë situatën. Situata në Kosovë është kaotike, është shumë e rëndë. Njerëzit vetëm nuk kanë ku me shku as jashtë, sot. Se kur s'kishin e në Kosovë. As shokët e mi që jenë multimilionera. As ata sot nuk ishin e në Kosovë. Se s'ki siguri, s'ki stabilitet. I shojnë faktet për të që prezentojnë, e din që janë prej shtetit, e-mailat që në vi prej shtetit, që i kanë bu komunikimet stafi i televizionit tim, për më nxerë këto pjatë shërpes, dhe kur i shëti dokumentat që tu ka vjedh 400 litër, çka pret për ti ma shumë? Çfarë siguri e pret me jetu në Kosovë? Kur autoriteti konkurencës ta ka dërgu faturën që e blen të petrol kompania naftin me 400 ma shtrejt. Çfarë siguri e pret këto? Qotë rrymat shtrejtohet pa të vetë, qotë shtrejtohen tatimet pa të vetë, qotë merë vendim për shembull një pjesë e madhe shokëve, qysh mja dhon tash pagat punëtorëve, që ka marrë vendim për pagon 200 milion euro. Ku kanë mi morë ata kur jetojnë për burgjit në bërgjë? Që tu menu hajtë se po bëhet mirë, sa hajtë se po bëhet mirë nesër. Pastaj e kam një shok që punon me një mikrobank, që ta kemë fillu me i reduktu kredijat, shkojnë marrin kredi, blenë iPhone, aty për aty iPhone-in ta lënë në market. Ku e ka marrën. Ta blenë me kredi 1.800 euro për me 2.000 diçka euro, ta lënë për 1.400 euro, 1.500 euro, 200 euro me njerë t'i lënë ma lirë. Ti merë parat me shty mujtë. Kë jetë e mira? Kë jetë e mirë këta për diasporës që hinë më shajnë aty rregullisht se cili pa i posanat. Hajde o vllazër, mos shani, se nuk mjeni. Mos shani, po hajde në Kosovë dhe shikoni jetën qysh është. Hajde rreni ja 3 muaj ditë këtu, të mushim me najt. Unë kam ja pagu banesën dikujna, kush do pislyne që po më shani, le të vjen le të jetën në Kosovë mujt, etu, 3 muaj ditë. Se janë mësu me rregulla Gjermanisë, janë mësu me rregulla se po thonë çmimi në bursë është edhe për Gjermaninë. Po, çmimi në bursë është edhe për Gjermaninë, edhe për neve, me të njëjtin çmim me blena në bursë. Po për me shkutje në Gjermani ka dhe një kostomat nalt, prej ka vjen nafti, nuk është sigur më nalt këtu, na dallim me Maqedoninë gjithmonë i kena pas veç 10 cent naft. Krejt këtë krizë Maqedonia ka shit 1.50 naftin. 1.45, 1.42, 1.48. Ku është ai 10 cent që dallim? Sa është? Ishte 2 euro dhe na.
Atje i merr 2000 euro në Gjermani neto. 1700, 1600. Me 2-3 fjalë më thash maroma këtë emision. Po s'mundesh me mbyll me 2-3 fjalë këtë qeverisë të pushtetit, këtë jetë në këtë vend, nuk mundesh me mbyll. Gjendja është jashtë normales. Këtu janë të ushtyt cili po vjedh më shumë, cili po merr të nder më shumë pidostav. Nuk përputhet asnjë raport i auditimit financiar. Na kemi nxjerr ato dhe kemi bërë publike, janë mbi 2 miliardë euro deri tani të verifikuar. 100% që janë vjedhne. Presim detaje në emisionin tjetër. Detajet do të presim. Në emisionin tjetër të falenderoj. Mos vijë matutje se deri tash ishte koha jote. Detajet kena me prezantu ashtu që i kam prezantu për rrym dhe për naft, do t'i prezantojmë edhe këto 2 miliardë euro 100% të sakta se ku janë shkuar dhe çfarë është bërë me to. Falenderoj edhe një herë. Faleminderit. Edhe uroj që me dale e drita në fund tunelit, edhe me fillu njerëzit me menu për këtë vend. Edhe me fillu me punu për këtë vend, e jo me bo vjedhje. Sepse Kosova edhe qytetarët e saj e meritojnë një jetë më të mirë, më dinjitoze, edhe me jetu gjithë lirë, e jo me shpif rrana e me shku me vjedh veç për me jetu. Se nesër mas nesër ka mu bashkëtisë ndoshta krejt Kosova nëse vazhdojmë këtë trend kështu. Në emisionin tjetër do të flasim me mu kfjell. Deri në emisionin tjetër ndoshta prokuroria të fton për detaje nga ato që ndonë në politikën. Unë jam i gatshëm kur do më ftu ata, edhe mi tregu këto fakte, po ata këto fakte i kanë. Se për rrym nuk më kanë ftu fare, po janë dalin marrë me fjalët e mia dhe i kanë gjetë ashtu. Edhe për naft, unë për ty në i go marrë ato. Edhe ata s'ka nevoj marrë dhe hiç me vetë mu, vetë shkojnë e marrë në kësyrën faturën, vetë sente e pagu, edhe shpimet se kam pagu qytetarët e din. Hiç pa orë më pyet mu, ata e marrën me të ndër qeverisë, edhe prokuroria naftin. Në emisionin tjetër... Ai kur e din që ka ble vetë një 59, çka ka marrë me vetë mu? Në emisionin tjetër, për publikun, do të paraqitesh me një strukturë të re të informacionit të përditësuar, se çka brenda atyre letrave, atyre denuncimeve, atyre dyshimeve për miliarda euro të keqpërdorura. Faleminderit edhe një herë. Shimin e emisionit. Faleminderit, e mirë pafshim, mirë takofshim. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.